Ne që ishim shmendur, ne mendonim se më mirë ishte vdekja se sa ta pranon robrin. E filluam luftën më të pabarabartë që njeh Evropa e sotshme. Këta e bën luftën. Ata të cilët ishin sigurt që mund të luftohet kundër Serbisë, e mund të fitohet kundër Serbisë. Prandaj edhe rëndësia që ndresës së madhe që u mbajt në lagjen e mehajve, nga plaku Nebi, e nga i biri Hero, Tahiri, kishte rëndësi të madhe. Tani do të rras në foltore në njeri që pa dyshim ka qenë frymëzimi ynë më i madh për gjithë brezat e pas luftës së dytë botërore. Nuk ka dyshim që ai është general i gjithë generalëve, njeriu që i ka kalu 28 vjet në burgje dhe njeriu që pati guximin me fol në Prishtinë në emrin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky është Adem Demaçi. Vëllezër e motra, zonja e zotëri, zotëri kryetari Kuvendit të Kosovës, shokët e mi të burgjeve, shokët e mi të luftës, qytetar, atletar, ju përshëndes të gjithëve në emër të popullit të thjesht dhe dëshiroj që këto festime të mos jenë vetëm një rutinë, të mos jenë vetëm një diçka që ja e kryem punën, e kryem detyrën edhe po i përkujtojmë, flani ju shokët tonë atje dhe e na i grajmë këtu si du. Dëshiroj që këto festime të bëhen në frymën e tregimit edhe të rrëfimit tonë. Çfarë kemi bërë? Çfarë kemi mri? Deri ku kemi ardhur? Të rrëfemi atyre të cilët atyre mia në këtë luftën tonë heroike, 2500 që i dim me fotografie, me emra, ranë për lirin e kombit mas e 2500 vetë. Na i vranë e torturuan më shumë se 20.000 vetë. Na i dhunuan më shumë se 20.000 motra e gra. Sot po përpiqemi që të mundohemi të mrim atje ku ata shkuan me sy qelë për ta parë kombin të bashkuar, për t'i parë gjitha trojet tona të lira, për të parë popullin tonë që të mos jetë një lypcar, të mos jetë një zvaranik, të mos jetë një popull i cili u lutet të tjerve që të na i krynë punë tona. Ranë për krenarin tonë, ranë për qëllimet tona të larta. Prandaj ne që kemi me gjallë, rasisht, të gjithë ne që kemi qenë në përburgje, në për luftra, të gjithë ne kemi pas mundësi të vdisnim